ka qenë insistimi madh tër mekanizmave propagandistik edhe serb edhe rus të portretizohet si luftë fetare. Tërësisht propagandë e shpifur, sikur qëllimi i UÇK-s dhe i shqiptarëve të kishte qenë që të zhduket kisha ortodokse serbe në Kosovë, kishin pas sulme të tilla gjatë luftës, nuk ka pas. Mendoj që raporti i Dikmartit është në thojës apo them kryevepra e propagandës, shtet jo legjitim, shtet i prodhuar artificialisht nga Amerika për të dobësuar Serbinë dhe Rusinë, gërshëtimi i një të vërtete me 10 gënjeshtra. Një hajn ka hy ka vjet para në një kish, është munduar që të portretizohet si sulm etnik. Përshëndetje nderuar, spori faleminderit shumë që ndajt kohë me bisedu me neve. Që kemi folë paraprakisht ke intervizat në kuadër të dokumentarit për dezinformatat ruse edhe serbe. Po du me folë me juve kryesisht për përvojën tuaj në diplomaci, edhe nëse mundem më tregu, a keni pas raste kur diplomatët e huaj kanë folë duke u bazuar në dezinformatat cilat kanë ardhur nga Rusia edhe nga Serbia? Faleminderit shumë për ftesën. Thënë të drejtën në mënyrë të vazhdueshme, jo vetëm pas shpalljes së pavarësisë, por që nga vitin 1998-99, prej kur kam filluar që të angazhohem qoftë me mediume të huaja, pastaj me misione verifikuese ndërkombëtare, po pastaj edhe në institucione, ka qenë e pashmangshme që në çdo bisedim të mos ngritet ndonjë çështje, hipotezë, qoftë edhe në formë dyshimi apo pyetje, lidhur me informata që dukshëm qartazi janë ushqyer nga propaganda serbe dhe propaganda ruse. Gjatë luftës në Kosovë, mbaj mend, ka qenë insistimi madh i tër mekanizmave propagandistik edhe serbe dhe rus që lufta e Kosovës, lufta e shqiptarëve të Kosovës për liri dhe për pavarësi të portretizohet si luftë fetare, si betejë mes religioneve. Asgjë nuk është më larg të së vërtetës se sa një konstatim i tillë, mirëpo qartazi dezinformatat të tilla janë ushqyer në mënyrë sistematike, në mënyrë strukturuar nga mekanizmat shtetëror serb edhe rus. Menjëherë pas, sigurisht që këtu ishin gazetarë të mediumeve shumë të rëndësishme, ndërkombëtare të cilët nuk binin lehtë në grackat të cilat vendoseshin nga makineria propagandistike serbe dhe ruse, mirëpo e kam pa që gjithmonë janë ngrit dilema të tilla. Pastaj, pas përfundimit të luftës dhe çlirimit të Kosovës, ngjashëm është munduar të portretizohet shoqëria jonë si një shoqëri anarkike, si një shoqëri hakmarrëse, si një shoqëri e cila jeton me mentalitetin e mesjetës dhe është munduar që të mbahet gjallë vazhdimisht ideja që Kosova është në një luftë dhe konflikt të përhershëm, etnik, fetar, rajonal, madje. Mirëpo edhe gjithmonë reagimi i parë se herë kanë ardhur diplomatë të huaj apo gazetarë të huaj në Kosovë pas luftës, po edhe gjatë luftës, ka qenë po nuk qenka si na kanë thënë. Keni parasysh, kemi pas përballë, po ashtu ne jemi me fat që kemi pas edhe shumë meq, edhe shumë aleat, që na kanë ndihmuar dhe kanë qenë për krah nesh, po krahas aleatëve ne kemi pas edhe shumë oponent të cilët kanë punuar jashtëzakonisht shumë që rrëfimi për luftën tonë për liri, për pavarësinë, por edhe për natyrën e shtetit tonë dhe demokracisë tonë të jetë sa më i deformuar dhe sa më larg të së vërtetës. Po du me ditë gjatë përvojës suaj, a keni pas në situatë ose cila ka qenë situata më e vështirë kur ju është desht me ja dokumentu një diplomati që
qoftë një ngjarje nuk ka ndodhur në Kosovë, qoftë ajo përmes cilës ai po flet është propagandë ose narrativ ose dezinformat që është nga Rusia edhe nga Serbia. Si që thash, në vitet e para, insistimi më i madh ka qenë që lufta, mosdurimin mes Kosovës dhe Serbisë të përshkruhet si një lloj mosdurimin mes Islamit dhe Ortodoksisë. Tërësisht propagandë e shpifur, ka shqiptar musliman, ka katolik, ka ortodoks, ka ateist, ka dhe protestantash, një nga vlerat tona më të mëdha si shoqëri edhe si kombë është pikërisht toleranca ndërfetare që ka ekzistuar mes nesh me shekuj. Unë e mbaj mend, posaçërisht pas trazirave të vitit 2004, ky lloj narracioni u sforcua edhe më shumë. Dhe më është dashur jo një herë, po disa herë, t'i marrë dhe t'i shoqëroj qoftë delegacionet e huaja, qofshin diplomat, qofshin gazetar, në Graçanic, apo tek manastiri i Deçanit, apo tek manastiri i Deviçit. Imagjinojeni, në zemër të Drenicës është një manastir ku rrinë motrat kishtare sërbe. Sikur qëllimi i UÇK-s dhe i shqiptarëve të kishte qenë që të zhduket kisha ortodokse sërbe në Kosovë, kishin pas sulme të tilla gjatë luftës, nuk ka pas, as edhe një kish nuk është sulmuar në Kosovë gjatë luftës. Në ndërkohë që Serbia ka rënuar mira institucione të kultit, jo vetëm islam, por edhe ati katolik. Kështu që më ka ndodhur jo një herë, po disa herë që të jem në situatë kur është dashur të shpjegohem që ne jemi shoqëri shumë etnike, por edhe shumë me konfesione të ndryshme fetare dhe gjithmonë ka pasur harmoni. Pastaj ka pas një investim shumë të madh që të kriminalizohet lufta e ushtrisë qëllimtare të Kosovës. Janë bërë përpjekje titanike që atë ta lidhin me rrjetet të trafikantëve të drogës, e të armëve e kështu me radhë. Po kurorëzimi më i suksesshëm i kësaj lloj propagande ka qenë pikërisht miratimi i raportit të Dick Martit nga ana e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Unë mendoj që raporti i Dick Martit është në thojë apo them kryevepra e propagandës dhe fushatës dezinformuese serbe dhe ruse, dhe çmimin e kësaj propagande po e paguajmë edhe tani. Ka qenë vetë senatori Dick Marti, i cili më pas ka treguar që është ofruar, është shërbyer me materiale që i janë ofruar nga Serbia dhe nga Rusia posaçërisht. Prej pas luftës, është një narrativ që qarkullon nëpër Kosovë për mos me besu në institucione. Që konsiderën jo ka e kanë burimin, ku e ka burimin kjo narrativ? E di edhe nga ballafaqimet e mia në Këshillin e Sigurimit, por edhe në takime të formateve të tjera, Serbia gjithmonë është munduar që ta portretizoj shoqërinë tonë si një shoqëri anarkike dhe të paqeverisëshme. Domethënë, këta nuk mund ta qeverisin vetveten. Tani që po hapen edhe arkiva dhe shumë dokumente janë deklasifikuar, shihet qartë që edhe gjatë viteve 80 dhe viteve 90, kur ne kemi luftuar, kemi bërë përpjekje për një shkallë më të lartë të qeverisjes, zyrtarët e lartë në Beograd gjithmonë kanë thënë që shqiptarët e Kosovës nuk janë të aftë ta qeverisin vetveten, nuk besojnë në institucione e kështu me radhë. Po në këto, si themi në këtë dekadën e fundit, jo vetëm Kosova, po gjitha demokracitë liberale janë duke kaluar në një fazë jo të lehtë.
ku kredibiliteti dhe besueshmëria në institucione është cënuar dukshëm. Mund të ketë aktorë të cilët madje edhe në mënyrë të pavetdijshme i shërbejnë një agjende e cila në esencë burimin e ka në Serbi dhe në Rusi. Kosova ka kaluar tranzicione të shumë feshta për një periudhë jashtëzakonisht të shkurtër kohore. Kalimi nga robëria në liri, nga administrimi ndërkombëtar në pavarësi, nga sistemi mones në atë pluralist, nga ekonomia e centralizuar në ekonomi të lirë tregut dhe gjithë nga një situatë ku s'ke pas media në një situatë të pluralizmit mediatik. Tash të gjitha këto tranzicione kanë ndodhur për një periudhë shumë të shkurtë kohore dhe thënë të drejtën Kosova e ka kaluar dhe shoqëria jonë e ka kaluar testin e qëndrueshmërisë. Edhe kemi bërë një rrugë shumë të mirë përpara, po është e qartë që viteve të fundit sigurisht unë dua të besoj që në mënyrë të pavetdijshme edhe disa këtu në Kosovë kanë shërbyer narrativet që nuk duhet besuar në institucionet, që institucionet janë të kapura, janë të kriminalizuara, janë të korruptuara e kështu me radhë. A mundemi me thonë që në narrative të tillë kanë ngre edhe alarme të sigurisë që ka rrezik me nis një konflikt, ka rrezik me nis një luftë, kështu në vazhdimsi duke tentuar me kriju mosbesim në institucione? Njëra nuk duhet ndërlidhur ekskluzivisht me tjetrën, unë më shumë se është e vërtetë që posaçërisht vitet e fundit kemi pas deklarime jashtëzakonisht të pamatura nga bartësit e institucioneve të Republikës së Kosovës për luftë, për konflikt. Lufta është fjala e fundit që duhet ta përdor një kryeministër apo një president. Kur je në krye të institucioneve duhet bësh çdo gjë që ta parandalosh, mirëpo të flasësh shumë ngrit dhe rrit shkallën e pasigurisë, e mosbesimit, e dyshimit, e kështu me radhë. Mirëpo është shumë e rëndësishme që në situatat si kjo ne që kemi detyra dhe përgjegjësi publike të jemi sa më të hapur, të diskutojmë sa më shumë. E vërteta është që tash me rrjetet sociale, me inteligjencën artificiale, kjo puna jonë është bërë shumë e rëndë dhe shumë sfiduese, sepse mundësia e penetrimit dezinformatave tani është pakrahasimisht më e madhe se që ka qenë para një dekade. Dhe kjo vetëm duhet ta rres shkallën tonë të angazhimit dhe të përkushtimit. Kryesisht më fol edhe për një narrativ tjetër që ka qarkullu në vazhdimsi në Kosovë, është narrativa që ndërkombëtarët janë këtu për interesat të veta. A konsideroni që kjo narrativ është shty prej atyne që kanë shpërndarë dezinformata edhe për me kontestu vetë shtetësinë e Kosovës? Kjo ka qenë një nga, si me thonë, rrëfimet më qesharake që është folur dhe për të cilin është investuar gjatë në shoqëri dhe në diskursin tonë publik, dhe thelbi i një dezinformate të tillë, një rrëfimi të tillë ka qenë që të largohet sa më shumë shoqëria kosovare nga orientimi euroatlantik. Gjoja se këta na kanë ndihmuar për interes, bota është shumë e madhe. Dhe ne kemi qenë me fat që në një moment të caktuar historik, yjet kanë qenë të radhitura në anën tonë, SBA-ja ka qenë shumë e fuqishme, bota nuk ka qenë multipolare si që është sot. SBA-ja ka qenë dominante, ka pas një koordinim të ngushtë transatlantik, gjë që tani nuk është në shkallën që ka qenë para më shumë se dy dekadash. Kemi pasur një leadership politik të mençur që ka ditur të koordinoj hapat me aleatët e saj ndërkombëtar. Kështu që po besoj që
edhe seancat e fundit të procesit në Hag, deklarimet e Zotit Clark, generalit Clark, Rubin e kështu me radhë, e dekonstruktuan, po besoj më mirë se kushdo tjetër, motivin e ndërhyrjes ushtarake të NATO-s në Kosovë dhe ngrin, si të themi, alarmin e propagandës dhe dezinformatave serbe dhe ruse që kanë ekzistuar vazhdimisht, të cilat në mënyrë konsistente, sistematike janë munduar që të prodhojnë narracione të tilla. Po du me di për juve, që shëmboni mend ju në kohën kur erdhi momenti me u shpall pavarësia e Kosovës, që kundërshtohej pavarësia e shtetit të Kosovës në mediat ndërkombëtare? Fatmirësisht, në mediumet dominante, kredibile, të pavarura, qoftë në Evropë, qoftë në SBA, por edhe përtej, ka pas jo vetëm mirëkuptim, po ka pas edhe saktësi në raportim. Po edhe pejsazhi mediatik në vitin 2008 ka qenë tërësisht ndryshe nga pejsazhi mediatik që ekziston sot, edhe kredibiliteti dhe besueshmëria në media ka qenë shumë e lartë. Keni parasysh, jemi duke folur për një periudhë para Wikileaksit, para shpërthimit të madh të rrjeteve sociale, kështu që ka qenë një kontekst tjetër, mirë po, mediumet serbe, mediumet ruse, ato kineze shumë më pak atëherë se tani, sepse Kina ka qenë në tjetër lloj stadi në vitin 2008. Argumentet që janë përdorur për ta kundërshtuar pavarësinë e Kosovës kanë qenë po ato që përdoren sot për të kundërshtuar pavarësinë e Kosovës. Shtet jo legjitim, shtet i prodhuar artificialisht nga Amerika për të dobësuar Serbinë dhe Rusinë, shtet islamist, shtet që nuk respekton të drejtat e komuniteteve, po të njëjtat rrëfime që janë thënë para se ta shpallin pavarësinë, janë thënë edhe adet, po vazhdojnë të thuhen edhe sot. Po du me ditë, sa herë që janë bërë zgjedhjet në Kosovë, për shkak se edhe ju personalisht keni qenë disa herë pjesë e zgjedhjeve, që shën ju, a janë rritë dezinformatat nga jashtë në kohë të zgjedhjeve, edhe nëse po, cila ka qenë ajo forma që është rritë dezinformata që ka ardhur nga jashtë? Mënyra më e suksesshme që është dëshmuar tashmë për të rrënuar ADN-n e një shoqërie është rritja e polarizimit, rritja e ekstremeve, mbjellja dhe kultivimi i farës së dyshimit për çdo edhe për gjithçka, dhe çfarë kemi vënë re posaçërisht në këto muajt e fundit, posaçërisht me inteligjencën artificiale, gërshëtimi i një të vërtete me 10 gënjeshtra. Duke u munduar pastaj që të paraqitet një tablo e vërtet sipas atyre që sponsorizojnë dezinformatat. Është evidente që në kohën e fushatës zgjedhore ka rritje enorme edhe të profileve fake apo falso që u themi në rrjetet sociale, edhe videove të prodhuara, edhe montazhave të krijuara, edhe faqeve të ndryshme, të cilat në mënyrë kështu sistematike shkruajnë, prodhojnë gënjeshtra për të baltosur kundërshtarin politik. Kujtojmë që zakonisht në kohë të zgjedhjeve ka pas thirrje shpesh nga Serbia që serbët në Kosovë mos me marrë pjesë në zgjedhje. A konsideroni që kjo është bërë për mos me leju integrimin e tyre në Kosovë? Është e vërtetë që në faza të ndryshme ka pas thirrje aktive që të bojkotohet procesi zgjedhor në Kosovë, sepse përmes bojkotimit të procesit zgjedhor është synuar që të bojkotohet sistemi, të bojkotohet shteti dhe vetë legitimiteti i procesit zgjedhor. Mirë po kam përshtypjen që edhe presioni ndërkombëtar në
në muajt e fundit e ka dhënë efektin e vetë, mirë po kjo nuk do të thotë që Serbia nuk do të përpiqet që të përdor metoda tjera për të ndikuar qoftë në rezultatin e procesit zgjedhor brenda komunitetit sërb, qoftë në përçarjen e shoqërisë kosovare në përgjithësi. Po du me folë edhe për Këshillin e Sigurimit, si një prej betejave mes dezinformatës dhe të vërtetës, po du me di për përvojën e juaj atje, çka kujtoni prej fjalëve të ambasadorit të Rusë dhe nga serbët, që ka shku aty që kjo beteja mes dezinformatës dhe të vërtetës? Thënë të drejtën, unë sa herë kam përfaqësuar Kosovën në Këshillin e Sigurimit, jam konsultuar deri në detaje me aleatët tonë kryesor dhe pak a shumë kemi pas instiktin ose edhe informata ndonjëherë se ku do të përqendrohet sulmi i palës tjetër. Por delegacioni sërb, por edhe ai rus kanë gënyer paturpsisht dhe kanë shpërndar paturpsisht të pavërteta në Këshillin e Sigurimit. Ato seanca kanë qenë të hapura dhe ka mundur t'i përcjell secili. Po nuk ka limit derisa larg mund të shkojnë në deklarimet e tyre publike të pavërteta në shpërndarjen e dezinformatave. Andaj është shumë e rëndësishme për Kosovën që në forume të tilla dhe jo vetëm në forume të tilla si themi të ketë koordinim sa më të ngushtë me aleatët kryesor. Ka pas shumë pafund situata të cilat po të mos thuheshin në një forum siç është Këshilli i Sigurimit, në një kafe askush nuk do t'i merrte seriozisht. Nëse më konkretisht më na tregu çush mundoheshin Rusia dhe Serbia në Këshillin e Sigurimit me e qitë Kosovën si storje e dështimit? Në vazhdimsi, do me të thonë, ka pas situata për shembull që kanë shkuar deri në banalitet. Kriminaliteti ordinar, ta zëm nëse dikush i ka vjedh parat, një hajn ka vjedh para në një kish, është munduar që të portretizohet si sulm etnik. Ose për shembull nëse ka ndodhur një aksident trafiku, diku sërish është munduar që të portretizohet si sulm etnik. Ata kanë shkuar deri në banalitet për të munduar që Kosovën dhe shoqërinë tonë ta portretizojnë si një shoqëri që s'është tolerante, që urren dhe refuzon secili që nuk duket si ta dhe nuk flet gjuhën e tyre dhe nuk i dutet të njëjtit kult. Pra ka pas përpjekje të shumta të vazhdueshme, po cilat janë thënë paturpsisht. Janë thënë paturpsisht, publikisht, në një forum të respektuar, siç është ai i Këshillit të Sigurimit të OKB-s.